Ndërsa Bashkimi Evropian me vende si Hungaria, Slovakia, Bulgaria ka sjell vende të reja pune, ka sjell hapje të tregjeve evropiane, ka sjell alternativa punësimit dhe edukimit kundrejt asaj ruse. Gjë që tregon edhe ose shënon minimin e influencës le të themi ruse në rajon. Po aktualisht tre faktorët më të fuqishëm kryesor që luajnë sot në Azinë Qendrore është SBA-ja, kundër Rusisë flasim. Është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është Republika Popullore e Kinës dhe Hungaria. Duke ofruar potencialin e tyre me investime në turizëm, në edukim, edhe në projekte infrastrukturore, po dhe kulturale, për promovimin e kulturave kombëtare, jo rusish folse, do të theksuar. Mirë, ti the Hungaria. Kalojmë te çështja tjetër që është pikërisht Hungaria. Vizita e kryeministrit hungarisë Viktor Orban në Washington, në Shtëpinë e Bardhë, cilat ishin, po themi, mesazhet kryesore të kësaj vizite dhe pse hungareze ose hungarisë si shtet prej sanksioneve që impaktojnë gjigantët rusë të energjisë, Gazprom, Rosatom, Lukoil, Rosneft e të tjerë. Siç e dimë, 90% e shtëpive hungareze sot ngrohen ose përdorin gazin rus. Rreth 80% e fabrikave, uzinave dhe gjithë manufakturës hungareze përdor sot vajin, naftën dhe burimet energjetike ruse. Ndërsa energjia atomike është duke u zhvilluar jashtëzakonisht gjithashtu në Hungari. Së fundmi është kompleksi atomik Paks-2, i cili po ndërtohet nga giganti energjetik rus Rosatom dhe supozohet të mbarojë nga vitet 2026-2028 të hyjë në funksion gjithashtu. Kjo ta kthente Hungarinë në një vend tërësisht të pavarur në një farë mase ndaj burimeve të jashtëm. Pika e dytë e arritur në Washington ka qenë arritja e një dakordësimi për shtrihen e proteksionit amerikan në Hungari. Aktualisht amerikane në ekonominë hungareze. Pra mund thuhet se Amerika zyrtarisht ka të drejtën të mbrojë, të ndërhyjë dhe të asistojë në mbrojtje të çdo rreziku të mundshëm që mund t'i kanoset t'i zhvillohet ekonomisë hungareze. Një pikë e rëndësishme është që ky rrezik mund të jetë nga Brukseli. Pra në rast se qeveria e Brukselit ka ndërmend të ngri, të sekuestrojë financa në rastin e Rusisë kundrejt Hungarisë, SBA ka të drejtë të ndërhyjë jo vetëm me anë të dialogut dhe diskutimit me palën e Brukselit, por njëkohësisht dhe me asistim ekonomik. Pra nëse lekët nuk do të merren nga Brukseli, do të jetë SBA që do të financojë ato lekë në Hungari. Gjë që e kthehen, siç e tham, aktualisht Hungarinë në një protektorat amerikan, duke marrë parasysh që Hungaria sot paguan 1 milion euro ditë për ditë, job, për shkak se ata nuk pranojnë imigrantët e jashtëligjshëm ose të marrin kuota migrantësh. Ata kanë bërë të qartë që çdo person që do të vinë në Hungari do kalojë sipas procedurave zyrtare shumë strikte që ata kanë. Në Hungaria promovon vlera tradicionale familjare, familje nën baba fëmijë në kushtetut në bazë të zhvillimeve biologjike. Ata kanë ndaluar propagandën e LGBT-qs, së fundit të miratuar në Shqipëri, por që ata kanë ndaluar paradën në shfaqjen e simboleve si flamuri, pornografia ose temave ose stikerve të propagandës transgjendere të tjerë në institucione shtetërore, shkolla, edukim, arsim ose vende publike. Njëkohësisht ata i quajnë vetë një qeveri e krishterë, duke qenë që ata duke promovuar vlerat e krishtera tradicionale historike hungareze, kulturën nacionale, folklorin, gjuhën, historinë e tyre, pra për cilën ata janë shumë krenarë. Gjë që shkon në një vijë dhe me politikën e presidentit Trump, me kufinë të fortë, politikën e ashpër kundër imigracionit, deportimin e imigrantëve të jashtëligjshëm, njohjen e familjes tradicionale, promovimin e vlerave të krishtera amerikane. Pra, është një politikë e cila shkon në një vijë me atë të qeverisë aktuale në Washington dhe që ka theksuar ose ka emfazuar, le të themi, bashkëpunimin e fortë midis Budapestit dhe Washingtonit aktualisht.
Njëkohësisht, një nga pikat kryesore ka qenë edhe fakti mbi samitin e Budapestit midis Federatës Ruse dhe Shtetet e Bashkuara. Siç e kemi përmendur më parë, pavarësisht shumë propagande që është bërë dhe në media shqiptare, samiti nuk ka dështuar, është emfazuar shumë fort gjatë intervistës për mediat amerikano-hungareze. Samiti nuk ka dështuar, diskutimet vijojnë, sigurisht që këmbështrime janë të ndryshme, Rusia ka kërkuar diçka më shumë, diçka më pak, SBA ka ofruar diçka më shumë, diçka më pak, diskutimi vijon dhe nuk është e pamundur që mund të jetë një takim deri në fund të këtij viti, pra kemi edhe 2 muaj akoma për ta parë këtë zhvillim, ndonse kryeministri Orban e ka bërë të qartë që nëse ka për të bërë në fillim të këtij deri në fund të këtij viti, le ta quajmë, do të jetë në fillim të vitit të ardhshëm, 2026. Pas një takimi i tillë do të dojmë muaj përgatitje. Jo thjesht një ardhje thjesht në Budapest, një vizitë në disa sajte historike, një shtrëngim duarsh, foto dhe në fund nuk u arrit asgjë. Ky nuk është samit, është thjesht kortezi e cila nuk ka një pikë, janë shpresa të kota, kur i thon. Të gënjet publiku me shpresa të kota. Domethënë ideja që zakonisht mediat ngatrojnë është takimi për kortezi me një samit mirëfillt ku mund të arrihet edhe një marrëveshje afatgjatë paqeje. Kjo është ideja. Atëherë, duhet të emfazohet që një samit i mirëfillt nuk do të bëhet vetëm me 2 lider që do vinë do bëjnë foto. Qartë. Do shtrëngojnë duar, do thonë u dakordson, do bëjnë një intervistë për mediat pas 2 orës, siç u pa ka shumë në Alaskë një farë mënyrë. Ky samit ka përzgjatur për shumë orë, do të jenë stafet presidenciale, do të jetë stafet nga NATO, nga Bashkimi Evropian, hungarez, do jetë pala ukrainase, ndoshta ka për të pasur një zhvillim shumë të madh bisedimesh. Sepse mund të jetë samiti që i jep fund luftës në thelb. Fund luftës dhe do të rikuperojë lidhjet e vjetra. Ne të kujtojmë që në SBA akoma ka vijon diskutimi me palën ruse për ndërtimin e tunelit në New York midis Alaskës dhe Chukotka. SBA-ja me ka rikuperuar lidhjet kulturore me Rusinë në bazë të vlerave tradicionale familjare, në filma, programe kulturore të tjerë. Dhe sigurisht që SBA-ja ka bërë të qartë presidenti Trump sigurisht që në marrje të zyrës që ai ka ndërmend ta shkëputësi si Rusinë nga Kina. Pasi kjo është një agent shumë e rrezikshme për SBA-n sidomos. Edhe këtë një farë mënyrë të arri një lloj ingranim të diplomatik të SBA-s edhe në BRICS. Qartë. Pasi BRICS është duke kaluar ditë për ditë, duke hedhur themelet e konstruktimit të një organizate ndërkombëtare, e cila është, ne ta quajmë, rreziku kryesor kundër SBA-ve sot. Nuk është Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ka marrë fund si një kompetitent botëror. Pas sanksioneve, krizës e emigrantëve, krizës së gazit aktualisht, janë tërësisht irrelevantë. Në 5 vende më të fuqishme të botës, sot ekonomikisht të tjerë, Bashkimi Evropian nuk është. As vendi Bashkimit Evropian nuk është. Hegemonia ka rënë. Është SBA-ja, Kina, India, Federata Ruse e të tjerë. Më rrezik nuk vjen nga Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ka hyrë në atë që zoti Orban e ka quajtur gjatë takimit në një rënje të tapjet që nuk dihet se ka për të vijuar. Qartë. Nëse proteksioni amerikan duke se krijon jo vetëm një hapësirë të amerikanëve në Evropën qendrore lindore, le ta quajmë, por gjithashtu krijon atë që mund të aludojmë se është përgatitja e Amerikës për asnjë më të keq. Pra, nëse ndodh që ky fragmentarizim brenda Bashkimit Evropian, këto përplasje, kriza e migrantëve dhe ndarjet midis konceptualitetit konservatorët të Evropës lindore dhe atij liberalo-progresiste të Evropës perëndimore do të vijojmë tej, ne kemi thënë që nuk është e pamundur që të ketë një huksit ose një dalje të Hungarisë ose një dalje të Bullgarisë, vende që janë shumë të kënaqura me politikat aktuale, të lumtura me gjendjen aktuale ekonomike të Bashkimit Evropian, në pavarësisht të vizit të lirë të tjerë, këto janë gjëra që mund të rregullohen. Dhe ky proteksion amerikan duket se do ta lë të hapur të dritare, që mund të humbet Brukseli, por do të fitohet Washingtoni. Një partner shumë më i madh dhe më i fuqishëm ekonomik se sa Brukseli ose Gjermania, Franca të marrë së bashku. Qartë. Është linjë dritare e lirë. Gjithsesi kjo tregon edhe për ta përmbyllur që Hungaria aktualisht ka hyrë në fazën e jo vetëm një diversifikimi total të politikave të saj ekonomike, sidomos pas sensen e sfundit të SBA-s, por njëkohësisht ka filluar të shkëputje nga sistemi ekonomik i Brukselit.
duke përgatitur alternativën e një plani B, një plani të dytë, nëse situata do të vijojë deri në një konfrontim aktual, sankcionues, politik ose pezullim, siç është thënë heqja e drejtës së votës ose të vetos kundrejt Hungarisë. Pra nëse këto do të vijojnë, dhe Hungaria ka bërë qasje nëse ne të drejta na hiqen ose do na kushtëzohen, atëherë dalja do të jetë vetëm një opsion e një përgjigje jona në një pikë ku Amerika do të ofrojë suportin e saj, pse jo krijimin e një avamposti amerikan në Evropë. Qartë. Gjë për të cilën amerikanët kanë shumë nevojë edhe gjithmonë e kanë kërkuar. Ti the pak më parë që Amerika po përpiqet që ta shkëputësë Rusinë nga Kina. Nga ana tjetër kemi një zhvillim tjetër që lidhet me përpjekjet për të krijuar një boshtë të ri midis Rusisë, Kinës dhe Koresë së Veriut. Është bërë tashmë shumë e zakonshme që ne në bisedat tona ta përmendim, pothuajse në të gjitha bisedat tona ta përmendim Korenë e Veriut. Duket sikur e thash edhe herën e kaluar. Janë bërë shumë popullor këto. Duket sikur jo vetëm janë bërë shumë popullor, por sikur janë këtu në Evropë, janë diku fqinj tana, po them, si shtet. Për shkak të prezencës së tyre evropian pak a shumë, në një farë mënyrë Veriut duket si po themi Malizi, Greqia ose Italia. Pikërisht. Ndërkohë që Koreja e Jugut, që është demokraci dhe na afron më shumë me vlerat perëndimore, nuk është gjikundi, po them në raportet gjeopolitike me Evropën. Ata janë të izoluar totalisht. Pikërisht. Kjo është një përmbysje gjeopolitike dhe ja vlen të diskutohet. Po cili është ky boshti midis Rusisë, Kinës dhe Koresë së Veriut dhe zhvillimet e fundit? Atëherë, në kuadër të zhvillimeve në Azinë Qendrore, në samitin amerikano dhe vendeve të Azisë Qendrore, si më quajmë, dhe vizitës së kryeministit Orban në Washington, Rusia ka lançuar dy iniciativa shumë të forta diplomatike kundrejt Republikës Popullore të Kinës dhe Republikës Popullore Demokratike të Koresë ose Koresë së Veriut, siç ne e njohim ndryshe. Në Korenë e Veriut ka qenë delegacion i madh ushtarako-politik, i kryesuar nga zëvendës ministri i mbrojtjes Federatës Ruse Viktor Gormjekin, i cili ka diskutuar mundësinë e thellimit dhe forcimit të marrëdhënieve ushtarako, politike, kulturale dhe ekonomike midis Federatës Ruse dhe Koresë së Veriut, mundësinë për një shtim të dislokimit të trupave, me 10-11.000 trupa plus që mund të vinë ekstra. Le të kujtojmë që nga viti 2022 deri së fundmi, Rusia i ka paguar Koresë së Veriut mbi $20 miliard amerikan për blerjen e armatimeve, gati 9 milion raketa, 100 raketa balistike dhe disa dhjetra sisteme antiraketore, kryesisht kundër sistemeve tok-ajër, diquar. Për ka shumë, ekonomia e Koresë së Veriut aktualisht është duke marrë një boom shumë të madh, me një rritje prej 3.1% 2024-2025. Mund të thuhet se kjo rritje ka ardhur kryesisht për ose nga sponsorizimi rus, ku ekonomia e Koresë së Veriut sot ka kaluar nga 26-27 miliard që ka qenë në 2021 në mbi $40 miliard. Njëkohësisht ky partneritet në Korenë e Veriut është edhe një lloj balance e Rusisë. Kremlini e ka vënë re që dominim i madh i Kinës është i rrezikshëm. Kina dominon ekonomikisht Rusinë sot. Është një gjë që nuk edhe rusët e kanë pranuar aktualisht, është mirë keq, mund të diskutohet, po që është e dominuar. Po shiko, ekonomia e Rusisë sa Italia është, ose as sa Italia nuk është natyrshëm që Kina aktualisht është rritur nga lufta, industria e rëndë, eksportet e armëve e të tjerë. Po gjithsesi. Ka qenë 2.1, tani është $2.5 miliard. Nuk është diçka e madhe, nuk është diçka jashtëzakonshme. Kështu që natyrshëm Kina e dominon, nuk është ndonjë. Kina sot përbën, siç e kemi thënë, 54-56% të gjithë tregtisë ruse, në Moskva vaj 60%, pasi shifra zyrtare asnjëherë nuk dihen të qarta, po mbi 55% është një gjë e padiskutueshme. Në industrinë automobile, materiale ndërtimit dhe të tjerë, duke qenë që gjithçka është në funksion të luftës, sigurisht që Kina do t'i dominojë tregjet ruse. Por në anën e armatimeve Korea e Veriut sot suplimuesi i parë i Rusisë. Rusia sigurisht që prodhon edhe vet,
Sigurisht që edhe blen ndonjëherë nga Irani, nga Kina të tjerë, por sot suplimuesi kryesor i Federatës Ruse është Korea e Veriut, ky vend i vogël në Azinë e Largët, që kryesisht për shumë njerëz nuk ka mbush syrin ose i bën shumë skeptik mbi të, sot e dominon industrinë e armatimeve ruse. Edhe fronti rus të Ukrainës, ata janë suplimuesi kryesor që mund të bëj ndoshta edhe 67% të armatimeve që përdoren në Ukrainë. Njëkohësisht është vendosur gjatë kësaj vizite dhe në shkrimi që është bërë disa më parë, që 2025-2027 do të jenë vitet e kulturës ruse në Korenë e Veriut dhe kulturës koreano-veriore në Federatën Ruse. Në njëkohësisht, gjatë kësaj jave në panajirin ndërkombëtar të tregtisë në Pyongyang, ka marrë pjesë një numër i konsiderueshëm biznesesh ruse, që shënon edhe hyrjen zyrtare të Rusisë në tregun ose në industrinë koreano-veriore, krahas atyre kineze, mongole, por dhe zviceriane. Pasi Zvicra është një nga vendet më të kyçe partnere të Koreas së Veriut. Duke qenë që edhe Kim Jong-un ka bërë shkollën në Zvicër, gjimnazin e të tjerë.